Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhemi në qytetin bregdetar të Durrësit. Kemi ardhur pikërisht tek resort Aragosta, një vend ikonik, historik për qytetin e Durrësit, ku shumë njerëz kanë kaluar nga këtu, kanë shijuar plazhin, ushqimin e mirë të Aragostës, kanë festuar evente të ndryshme gjatë jetës së tyre, dhe pikërisht ky vit përkonte me 30 vjetorin e Aragostës. Sot do të takojmë drejtuesit e këtij resorti për të parë se si ka qenë dhe se si është transformuar Aragosta në të gjithë këto vite. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjej. Si ke qenë? Mirë, si jeni ju? Këtu ndodhem me zotin Eduard Xhepa, i cili është dhe sipërmarrësi i resort Aragosta. Unë sapo kam hyrë tek pjesa e restorantit. Këtu ndodhemi tek restoranti, mirë se ju gjeta. Atëherë, duke bërë një prezantim, të shikojmë edhe të gjithë ambientin. Ky vit përkonte me 30 vjetorin e Aragostës, apo jo? Po. Si ndjeni? Mbas 30 vitesh Aragosta. Ndjem shumë i kënaqur sepse 30 vjet janë shumë, po ajo që më bën që t'jem i kënaqur është që Aragosta gjithmonë ka qenë në nivelin e dur dhe ka rrit gjithmonë atë performancën e dur në raport me klientët. Kështu që kjo është një kënaqësi shumë e madhe sepse siç dihet në Shqipëri kanë kaluar lloj situata sepse ndrimi i sistemeve ka probleme të ndryshme. Por unë jam munduar bashkë me stafin tim që të ruajmë të njëjtin cilësi shërbimi gjatë gjithë kohës. Kështu që themi që ja kemi arrit, por që kjo do të thotë na ka dhënë me përgjegjësi për të çuar gjërat e kohën më përpara. Një resort shumë i njohur, në fakt, jo vetëm në qytetin e Durrësit, por në të gjithë Shqipërinë njihet tashmë Aragosta. Ka krijuar atë emrin e vet dhe siç e thatë edhe ju ka ruajtur standardin ndër vite. Si e mbani mend fillimin? Po fillimi i Aragostës ka qenë në vitin 1995 dhe atëherë ka qenë një ide e imja ku hapa 2 aktivitete, hapa një pikë karburanti dhe një restorant. Sepse në atë momente nuk është se ne kishim shumë idera të qarta, po çfarë mendonim për atë moment. Hapja e restorantit në vitin 1995 ishte si indicje e të qenurit në breg të detit dhe në qytetin e Durrësit, i cili është një qytet me histori shumë të vjetër dhe ka goxha vlera muzeale dhe kulturore. Dhe ajo që na shtyu më shumë ishte prodhimi i detit, të cilin ne kemi pas pjesë tjetës tonë që në Vegjëli. Domethënë në zonën ku është ndërtuar Aragosta ka qenë pjesa ku njerëzit gjunin për peshk, ka pas peshkatarë gjithë kohës. Domethënë ajo ishte një fillim që ne na shkoi, si më thon, ndërmend për të bërë një restorant peshku. Fillimi ka qenë goxha i vështirë në fillim sepse eksperienca jonë ishte zero. Do thotë hapëm një restorant duke shfrytzuar të gjithë ato eksperiencën që kishim në Shqipëri me kuzhinierët shqiptar, të gjithë mundësitë që kishim neve me kamarierët dhe me eksperiencën që kishim, që shqyr zotit në Durrës ekzistonte kjo gjë nga hotelet që kanë qenë. Por në ato fillime, duke qenë se edhe shumë ndihma humanitare vinin nga Italia, duke qenë se edhe operacioni Pelikan atëherë operonte dhe kishte një numër të konsiderueshëm italianësh që jetonin në Shqipëri, punonin dhe jetonin në Shqipëri. Restorantet atëherë ishin shumë pak, domethënë Durrës mund kemi qenë 2 restorante, 3 restorante gjithsej në ato vite.
Kështu që në një farë mënyre na u desh dhe u detyruam që të bashkangjisim eksperiencën dhe traditën tonë të kuzhinës shqiptare me atë italiane. Kështu që ne në ato fitimet tona shumicat e furnizimeve i merrnim në Itali, qoftë verat, qoftë djatrat, qoftë sallaturinat edhe sallaturinat i merrnim në Itali. Fillimi ka qenë i vështirë, por shumë i bukur, sepse gjëja më e mirë që kishim ne, kishim prodhimet e detit shumë të freskëta dhe fantastike. Domethënë prodhimet që ne kishim ishin shumë të shijshme dhe të gjithë turistët edhe vendas që filluan të vinë, por edhe italianët që jetonin në Shqipëri dhe punonin në Shqipëri, filluan të bënë një frekuentim goxha të mirë dhe restoranti pati goxha sukses. Ndër këto vite shumë njerëz vinë, ikin, frekuentojnë hotelin, restorantin, sigurisht ka dhe nga ata klientë besnik të cilët të rikthehen her pas here, sidomos për pjesën e restorantit. Çfarë ju dallon ndryshe nga restorantet e tjera me të njëjtën tipologji në këtë zonë? Po, me thënë të drejtën, Durrësi është një qytet që ka qenë edhe para viteve 90 qytet turistik. Në Durrës kanë qenë disa hotele shumë prestigjioze, të themi të nivelit me 5 yje, Hotel Adriatico, Hotel Durrësi, Hotel Butrindi, Hotel Apollonia, dhe ka pas gjithmonë turistë të huaj. Kështu që ne në Durrës jemi ambientuar me pjesën turistike dhe me pjesën e turizmit. Dhe do të thotë Durrësi, duke qenë se ka sipërfaqe shumë të madhe dhe është qyteti më i madh turistik dhe që ka kapacitete më të mëdha turistike, është edhe një qytet që ofron paketë turistike stabël dhe ofron më shumë mundësira për klientët, për turistët, qofshin turistë huaj, qofshin turistë vendas. Mendoj që të gjithë restorantet që operojnë në qytetin e Durrësit kanë një cilësi dhe kualitet shumë të mirë, çmime dhe oferta turistike shumë të mira dhe mund të them me plot bindje që Durrësi ka paketa turistike më stabël, më të mira dhe më të stabilizuar se sa gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë, krahasuar dhe me rajonin. Kjo vjen si pasojë e kapacitetit të mëdha që ka dhe e historisë që ka në fushën e turizmit. Atëherë, ne përmes ambientit të brendshëm të restorantit, kaluam tek zona e barit, ku njerëzit mund të konsumojnë një kafe, një pije, me pamjen të mrekullueshme të detit, dhe këtu ndodhemi tek moli i Aragostës, ku pamja është edhe më e bukur. Kjo është zona e plazhit që besoj është duke u bërë gati për sezonin veror. Çfarë prisni nga ky sezon? Cilat janë objektivat, synimet tuaja? Nga ky sezon i cili është sezoni turistik i vitit 2025 që gjithmonë ka ardhur në rritje. Përveç atyre që ne kemi ofruar, risia e Aragostës të vit është aktivizimi i mjeteve lundruese argëtuese të detit. Ne do krijojmë një mol, duke qenë se jemi pajisë dhe me lejen e vendbazimit për të ushtruar aktivitetin si operator turistik detar. Do organizojmë të gjithë mjetet lundruese argëtuese që të gjithë turistët që vinë në Hotel Aragosta apo që vinë në Durrës do kenë mundësi për të bërë një shëtitje me kanoe, me padolla, me banane, të shojnë atë pjesën aktive të pushimit. Po, nuk duhet le pa përmendur dhe zonën e bukur që është duke Aragosta, dhe ne kemi marrë dhe mjete transparente për të parë dhe pjesën e nënujt, ku këtu është një zonë që ne i themi në gjuhën popullore zona e batullave, po ka bukuri, peshqit dhe korralet dhe gjërat që duken shumë të bukura në pjesën e nënujt, në zonën e Durrësit. Si ka qenë frekuentimi vitet e fundit? Më shumë me pushues të huaj, shqiptar? Me thënë të drejtën, turistët shqiptarë dhe shqiptarët e Kosovës janë gjithmonë prezent. Po, turistët e huaj absolutisht po vinë nga gjithë bota. Kështu që mendojmë që tashmë Shqipëria është kthyer në destinacion turistik dhe ne jemi të kënaqur për këtë gjë sepse duhet jemi të vetëdijshëm që Shqipëria është tashmë një vend i gjetur si destinacion turistik, kështu që ne
na lind përgjegjësia dhe detyra për ta për të përmbushur të gjitha ato pritshmëritë që kanë. Dhe cilat janë përshtypjet e tyre? Për çfarë vinë më shumë? Çfarë kanë pëlqyer më shumë nga vetë? Po kryesisht ato janë kurioz për të pa Shqipërinë që është me tradita dhe është shumë e vjetër dhe ka qenë në një sistem diktatorial. Dhe absolutisht kanë dëshirë që të provojnë dhe prodhimet tona vendase, kanë dëshirë të njihen me kulturën tonë, se si ne jetojmë, si ne shërbejmë, si është jeta në Shqipëri, sepse me thënë të drejtën, Shqipëria ofron një mënyrë tjetër jetese, sepse Europa pak a shumë është standardizuar në ato gjërat që ka. Kështu që ka goxha gjëra për të shijuar Shqipëria. Atëherë, Zoti Xhepa, ju falenderoj shumë për këtë guidë të vogël deri këtu. Ne do të qëndrojmë te disa momente, do të shijojmë këtë natyrën e mrekullueshme dhe më pas do të vazhdojmë të shohim më nga afër ambientet e tjera të resortit. Faleminderit. Rei, përshëndetje. Mirë se të gjej. Mirë. Na shpjego pak cili është koncepti i hotelit? Atëherë, ky hoteli mirëpret gjithmonë turist nga gjitha vendet, si një hotel bregdetar. Këtu kemi sallën e lobi që i themi ndryshe. Gjithashtu, ky hotel ka edhe një restorant, gjithashtu dhe një plazh përpara për pushuesit tanë. Pra pushuesit mund të vinë, të zgjedhin të qëndrojnë këtu disa ditë, kanë pjesën e restorantit, të plazhit. Mund të shfrytëzojnë dhe gjithashtu kemi dhe rooftopin si risi këtë vit. Gjithashtu hoteli është rikonstruktuar në 2024, kështu që është thuajse gjithçka e re. Sa dhoma përfshin? Gjithsej janë rreth 40 dhoma, të cilat përmbajnë dhoma single, dhoma double standarde, gjithashtu dhe suita me pamje nga deti. Gjithashtu kemi edhe një sallë të vogël konferencash me një kapacitet prej 35 personash, pajisur me audiot e dedikuara që nevojiten për një konferencë apo një seminar. Ndodhemi në katin e 5 të këtij resorti tek rooftop. Po. Rooftopi është një risi e këtij resorti, e cila jep mundësinë pushuesve për të shijuar një perëndim, për të shijuar një pasdite, për të pirë një koktejl. Gjithashtu shfrytëzohet gjatë sezonit të verës edhe për evente, të cilat mund të jenë dhe evente private. Gjithashtu mund të shijojnë edhe perëndimin e diellit, ku mund të krijojnë disa kujtime të bukura ose disa foto. Gjithashtu këtë muaj Durrësi pret edhe një event të rëndësishëm, apo jo? Po, së shpejti do të organizohet në portin e Durrësit Art Explorer Festival, e cila do të sjellë anijën e parë muze në botë dhe Durrësi është zgjedhur si një prej 15 porteve më të mëdha në Mesdhe. Gjithashtu, ne jemi të lumtur që t'i shërbejmë këtyre turistëve që do vizitojnë Durrësin në këtë periudhë, të mësojnë dhe ata nga kultura apo nga risitë e qytetit tonë. Turistët do të akomodohen tek Aragosta? Po, një pjesë e mirë e tyre do të akomodohen tek ne. Gjithashtu shpresoj që ata të mbeten të kënaqur nga shërbimi jon, nga ushqimi gjithashtu dhe nga pamjet që na ofrojnë. Rei, ti je kujdesur për këtë vend si për shtëpinë tënde, sepse je dhe trashëgimtari i resort Aragostës dhe aq më tepër ky vit 30 vjetori i Aragostës përkon me 30 vjetorin e lindjes tënde. Si ndihesh? Po, faktikisht unë kam qenë gjithmonë pjesë e këtij vendi, jam rritur të thuash, edhe kam kapur çdo gjë nga çdo fillesë e saj. Edhe ky vit ngjan si një vit shumë i rëndësishëm. Po themi jemi bashkëmoshatar deri diku, bashkë unë dhe Aragosta. Jam shumë i lumtur që do ta trashëgoj këtë oazë të bukur të qytetit të Durrësit.
Ndodhemi këtu me Fiorin, i cili është edhe menaxheri i përgjithshëm i Resort Aragostës, për të na treguar më në detaj se si është organizuar pjesa e shërbimit të këtij resorti. Fiori, mirë se të gjej. Atëherë këtu ku ndodhemi? Atëherë këtu ndodhemi tek një nga verandat tek Restorant Aragosta, që shfrytëzohet pothuajse gjithë ditën. Në mëngjes shfrytëzohet për klientët e hotelit që konsumojnë mëngjesin, pastaj gjatë drekës për klientët për restorant. Pra këtu mund të konsumohet pije dhe pjesa e ushqimit, dhe kanë aksesin shumë të lehtë për tek zona plazhi. Po, kanë aksesin dhe për plazh edhe për tek fundi i urës së Aragosës. Gjithashtu është edhe një pjesë, një ambient tjetër që do të shkojmë tani, i cili është veçanërisht për njerëzit që janë nga zona plazhit dhe duan të zgjedhin të konsumojnë ushqimin e tyre. Po, patjetër. Kemi edhe një ambient që është i dedikuar vetëm për klientët e plazhit, të cilët mund të ulen të konsumojnë diçka ashtu si që janë të lirshëm, pa pasur komplekset e veshjes, po themi. Gjithashtu ju keni edhe një tjetër ambient më privat? Po, kemi 2 hapësira prive për klientët të cilët kërkojnë më tepër intimitet, kërkojnë të jenë më të veçuar për të organizuar eventet e tyre. Pra mund të zgjedhin një ambient pak më privat në shoqërinë e tyre për të konsumuar drekën darkën ose për organizime për festa të ndryshme familjare, festa familjare, zgjedhin për t'i kaluar më dreka privatisht. pune,